Shikues të nderuar të portalit News Kosova, ju përshëndesim nga fusha e futbollit në Arban, ndërsa pranë meje është një futbollist i dikurshëm që ka luajtur për shumë ekipe dhe trajner shumë vjeçar, e në veçanti trajner në kohët më të vështira në vitet e 90-ta me klubin e futbollit Liria, kur edhe shpallur kampion i Kosovës. Padyshim tashmë e dini, fjala është për Sinan Osmanin. Përshëndetje dhe mirë se erdhën në emision. Faleminderit. Që erdhët me na incizu. Jemi këtu në këtë fushë ku e keni filluar karrierën e futbollit. Na flisni pak për karrierën tuaj si futbollist. Kur e keni nisur dhe si ka esur rrugtimi juaj deri te trajneri, pra si futbollist, kur e keni përfunduar karrierën si futbollist? Po, me 1973 është marrë një iniciativë nga disa persona, disa njerëz dashamirës të futbollit të Arbanës, Hashim Huduti, Adem Mallaku, edhe disa tjerë të Arbanës këtu, dhe është formu klubi me emrin Koritnik, dhe mas pari kemi fillu me lu në Barotane, ka qenë një fush, 1973, isha 17 vjeçar atër, dhe mas 6 mujve progresi, këtu një organizatë bujqësore, na ep këtë fushën, kjo ka qenë derin, thuja se kretë me bagrema, një livada ashtu i lëshun, dhe në Islam Fishari, atër ishte shef dhe direktori i tregtis, i bujqësis, në edha këtë fushë dhe organizum, bonëm një fushë improvizuse, po një fushë e këndshme për atë ko, se sa Arbana kishte ndoshta 100-150 shtëpi, dhe këtu fillova karrierën 73-ën, deri me 76-ën, ku treneri Mehmet Busko Indjer më ftoi në klubin futbollistik Progresi, dhe nga 76 deri me 81 unë isha futbollist i Progresi Sportit. Prej 76 po, mandej 78 isha ato demonstrata, ato vlime shoqënore tona, unë u burgosa dhe mas të nisën qeshor u burgosa dhe shkova në klubin futbollistik Ballkani, mu largu nga Prizreni, se ishte edhe problem me pranum në klubin futbollistik Progres për shkak ngjarjeve të atërshme. Shkova në klubin futbollistik Ballkani, nejta një vit, luajta në drejtimin e Gafur Kabashit, atër trener edhe Ahmet Elshanit ndihmëstaniri, dhe u ktheva prapë në 82-ën në Progres, deri me 88-ën e mora juniorët e Progresit, me dha Saledin Kume, atër ishte kryetar. Po, pëndoni pak te futbollisti, pra pjesën më të madhe të karrierës suaj e keni luajtur si futbollist në Progres Sport. Si e keni kaluar këtë periudhë kohore, sa keni përfituar, çka keni përfituar të së kohë? Po, në atë kohë, Progresi ishte një ekip stabil në ligën e parë Kosovës, atër ishëm në ligën unike, përgjithëse ishte Jugoslavia, Liria ishte në atë ligën e dytë, ish Federatës Jugoslave, na ishëm në ligën e parë Kosovës, dhe mbretërat e mia ishin shumë të mira, sepse neve na financojke organizata Progres Eksportit, cila i kishte në vete tregtin, industrin, bujqësin, vreshtarin, ishte një gjigant dhe financimi ishte nga ai. Ma ishim, mund me thonë lirisht, edhe në atë kohë një real i vogël, sepse nuk na mungoheshin mjetet materiale. Kam pas shumë trenerë edhe aty, prej Gafur Kaçaniku, Tali Bushet, që ka qenë shumë kohë treneri imi, mandej pak ka qenë edhe Shukri Garani, Skëndes Simixhiu, ashtu që aty edhe përfundova karrierën, edhe fillova me junior, mandej një kohë, mas 2 vite edhe mora ekipin e parë. Të për trener flasim pak më vonë. Filluat edhe luajt në Progres Eksport në një ekip ku keni qenë shumë të suksesshëm, se i kam përcjell ato ndeshjen atëherë, edhe keni qenë ndër ekipet më të mira në Kosovë. Ka pasur futbollist shumë cilësor, edhe legjendën Recep Gaxholli keni pas aty. Po, Recep Gaxholli ka qenë lojtari i Progres Eksportit, ishte huazu mandej në klubin futbollistik Raveci, dhe nga Raveci erdhe në prapë në Progres, nejti një vit, dhe mbas një viti, si një talent i dëshmun, shkojnë në Liri, dhe aty e krijoi një karrierë në Jugosllavi edhe në Kosovë, dhe në Jugosllavi, mbas Liris ai ishte edhe lojtar në Turqi, ligën e pas Turqisë në Salilili, ishte një lojtar dhe shumë i mirë, djalosh i mirë, shok,
Kishte edhe ende lojtar aty si Ndjeri, tash që e vdiq Ilmi Belanica, Kujtim Moraliu, Besim Shkreli, Besim Qeku, Zine Luma, Ali Kala, kishin lojtar shumë perspektiv, Pashku Xhuxhaj, edhe shumë lojtar të kishëm suksese mjaft në atë ligën, ishëm gjithmonë në mesin edhe në kreun e tabelës, por sunimet tona nuk ka qenë liga e dytë federative, sepse në atë kohë ishte liria dhe nuk ishte nevojë liria Prizreni me pas dy ekipe. U kënaqshëm me luajë edhe në këto rrethana me vllaznimin, me Buduzhësin e 5, Ballkanin, Drita, Gjelanit, atër ishte Zvezda, Rami Sadiku, Llapet, ekipe tjera që tash janë edhe në majët e futbollit kosovar, si Llapi, Drita, Prishtina e të tjerë. Dhe pas karrierës së futbollistit e filloni zëhen e trajnerit. Po, zëhen e trajnerit e fillova në Progres Export. Thash me ftesën e Saredin Kumës, të cili lash mbresat mëdha si futbollist dhe mas pari si karakter. Edhe kur është largu Bashkim Kume ishte atëherë me një trener tjetër tash e ka marrë Sharikin, me Sharik Xhibon, kur e largun ai parashtoi pyetjes para ekonomit ku me gjet një trener që na vjen për me punu me junior, një njeri që ka karakter. Edhe ekonomin propozoi, mu thotë, "O, bravo, sot shumë mirë që e propozoi, po ai bash është djalosh, a ka lënë futboll?" Tha, "Unë e lash futbollin 32 vjeçar." Dhe isha në Nurçin, ai erdhi në shtëpi, më ftoi. Unë isha në Nurçin, atë ku erdha shoqja më tregoi, tha, se nuk ishte shoqja me mua në deti, tha të kalojmë në Vazhdim Aliu, trener mu bë Progres. Shkova, kërkova Xhembalin, ku je, tha, më priti me të mirë, tha, hajde, tha, bënu treneri, apo bësh treneri juniorve, se pas asaj, tha, ki qëllu me këtë punë. Mandej e mora Progres Exporti dhe muj me thonë që pa modestit madhe, kam pas një gjeneratë e cila ka qenë për shumë vite barse e lojës liris. Vetëm ta përmenin Nuridin Çollakun, Bujar Thaqin, Enis Gashin, Neri Toskën, Alev Nushin, Mirsa Çollakun, Sami Buçen, tregova Ismail Berishën, disa tjerë, Aset Berishën, ishin një plejat e cilat të gjithë ata lojtarë kanë lu në ekipin e partë liris. Ka qenë një gjenerat shumë e talentun. Na atë kohë kemi nëzën vendin e 2, vendin e 3. Mandej po me atë gjenerat edhe bashkë me disa lojtarë djetër, më transferu në ekipin e parë, sepse dha dorëheqje Narko Kora me Miki Zrakovicin, dhe unë e mora ekipin e parë, ku ishte edhe Recep Gaxholli ende aktiv, bashkë me këta lojtarë, Nuridin Çollakun, Afrim Betyqin, Neri Toskën, Gzim Shalin e Arbanës, Ali Kalën e gjithë. Ishin Bekim Bakaj, kemi lujt një vjet, mandej erë kjo koha e largimin nga pushtuesi sërb, u largum të gjithë, dhe kishte një pauzë për 6 mujve, ashtu që aty për momentin pushoj aktiviteti im si trener. Natë 92-ën liri bëha trener Bejdin Xhinali bashkë me Recep Gaxholli, nëse s'gaboj, natë 1-92, edhe ata vazhdojnë me lu në Xhinovc. Natë 2, në vjeshtën e vonshëm, takoj unë e Basinagim, Galip Hoden, Skënder Morini edhe një farë Zunazhiu, nuk e di, emni nuk e di, të ura Arasës, edhe ata më pyetën, thotë, a je aktivizun dikun? Thosh, jo, nuk jam aktivizun, kanë qenë Progres, a e dim, po si janë fusha në Arban. Fusha në Arban është pa shtylla, sepse disa kohë nuk kemi ushtru aty, po livadhe si livadhe është aty, është me përmasat maja, ishte atër këtu, nuk ishte asë një shtëpi. Ju e dini atë kohë ku ka qenë, s'ka pas asë një shtëpi këtu pare, po si është mundësia me arë në atje, mundësia me arë, e janë një shqyqëni, api u përqenë, për tjera mirë me vesh, pa në bërtasën, ka diku që në qërton nga fshatarët, se po vim aty, shvarma, Arbana është fshat edhe lash, Mikpris, Patriota, Fisnik, Popull Fisnik, ata me nëzis presin me ardhë. E mirë, atërë thot, bisedojmë edhe e shohëm. Nëse ka kalu një kohë, më ndë natë e tretën, në atë kohë ishte edhe Beqir Hoxha kryetar, natë e tretën në prill, vjen Ramadan Hoxha të unë në shtëpi, bashkë me Beqir Hoxhën, thot,
a bon me shku me këqyr në ka që pas jagim, me këqyr atë fushën kishe bisedu, shka po a mundë me bo dishka. Po mëre, shkojmë, kjo është ndoshta edhe ekskluzive që e thom, se pa ndoshta nuk jam modest me tregu se shumë sene i kom bo jashta punës të trenerit. Edhe jo rastësisht jemi këtu në këtë fushë për bëjmë këtë intervjë. Po, faleminderit për juve. Edhe vim me Beqir Hoxhën djerë, edhe Ramadan Hoxhën djerë, a ishte sekretar Ramadani, Beqir ishte kryetar. Vim këtu në fushë, shojmë fushë, thot, kjo fusha ko ka super, thuja se ma e mirë se në Gjenovës edhe afer, se ishte largë, une u pata inkuadru pak në Gjenovës, se më pat propozu Bakin Betyqi, po ishte largë, ishte punësh atërin 3, kur me shkun 3:30 në Gjenovës, s'kisha atër, s'kisha makinë, s'kisha masi, ishte vështirë. Edhe unë erdha me Ramadanën dhe me Beqen, e shiqum fushën edhe ju përqej. Ka u këthym të një shara, është të një farë shara Malushit. Një njëri, të një Medhaneviqve, një familjes patriotike, fisnike. Edhe unë e afronë, thëmë, pasi Malushve, thëmë, a bon, do shtylla po në avynë, do lanë, për shtylla do në mendet se Lilira po do me ushtru në Arban. Po më rëbat, po hash 6 shtylla në avion, hash 4 shtylla të vogla, lanë 3 metra edhe ja 2-7 metra e gjysë, se ishte perimetri shtylla i portës 7-32, si mas të një parametrave futbolistike, me 2-7 e dishka, edhe na je, pa i thot, po që ju në ndanë, na delë në dipë, thosh, po me ti Basim Balush, ti shumë mirë që na edha që to, po na shavim në erë dhe byk morëm, se mater me byk. Kemi shpartalu të rinë, për byke e janë se s'po kom ku me që. Ashtu edhe ndodhe e ndajtja ato dhe Ramadani me indjerë me Beqen shkun dhe na i prunëm lojtar, po shtyllat nuk ishen. Jemi arë prej Gjenocet, jemi transferun këtu, Basin Gafur Kaçanikun edhe Recep Gazol. Unë isha në dipsi 2, Recepi edhe Basi Gafur. Edhe ashtot fillon pa shtylla, vetëm ushtrime me bosa, ishte e largë. Po lojnat kemi lu në Gjenovës. Dhe me në ndeshe natë 3 vjesht në duket, kundër Dugazinit, një loj që kemi zhvillu, vjen policia me 8 pizgavera, në rrethekon, gjitha ishte publik aty për minimi publik, në rrethekon neve gjithve, edhe neve lojtarë në thënë ullunin midis fushë, ulemi në midis fushë, thosh kush është trener këtu, kush është kryesorit, edhe thirin Ramadan Hoxhën e përmen njoni, një polisat, ku është e Ramadan Hoxha, kishin pikë në sy ato, edhe ai met aty, unë e shishëm, po më shumë me thonë që kjo Ramadan Hoxha, se ishte frika që ata kanë me arrestu, apo edhe me raha, apo asi. Ullën këtu, ullën në midis, jemi ullë, atër afrohet Gafurit, i thot dishka, edhe ai polisi im shan Gafurit, mënyrë instinktive qohet Arlindje dialetina, edhe ai mënyrë instinktive sheni polis mrapa, se babën im shën babës vetë, qohet një policë edhe e kapi im shën edhe atin. Unë ashtu në mënyrë spontane, thëmë, pa ne mu mëse ngutë, thëmë sërbisht, ne mu dhe gëjo, ajo është i ri, shumë djali i ri, a e ka baba ta, është që në mënyrë instinktive, thot edhe ti, thot me heshe tu, edhe me njerë në qatë moment, në qesim prangat mu, Gafurit edhe Arlindin, edhe në qesim pizgaver. Dhe për aty neve në qojnë sënë Suarek, se ishte komuna, Gjenovës që është komuna e Suarekës, edhe shkojmë atje në amantikon edhe lujtartë, në amantikon 3-4 orë, bile ata polis disa ishen aty, thëshën, e keni fatë sa shkoj komandant Shqip, ka një komandant famkesh që kishtë arë nga Kroacia, nga fronti i Kroacis atje, ishte komandant dhe ke fatë, ju që është Ferizaj, nuk o këtu se ju asë njënës kishën të mund të me darë të gjallë. Ne të mja 3-4 orë, më ndoj erë edhe në 2 advokat për Prizrenit, ka marru një advokatit Prizrenit, intervenën aty të policia, do të ju do në miqun procedur të regullt, të gjukatësi, apo me lirun, diçka do në me kry me këtë punë. Dhe ata në qojnë neve në gjukatë për kundërvajtje, ishte një femën besater, edhe shumë një femën, ashtu kisha me thonë fisnike, edhe ajo patriote, tha, ju s'keni shka mu frigu, se me lu futbol, s'kan shka mi u bo. Kërë shka muna do një denim mandator, apo diçka mi u dhonë, si kundërvajtja, ashtu me kusht, ju mu su frigone, se shenë lujtar të ri, se në une dhe Gafuri ishte në gjykat, atjerë t'i shonë, edhe na shënim një vendim mandator, asë më kujtoj, asë e kom lezu, tha shko një shpi,
Edhe pe atë ditit na ma nuk kemi shku në Gjenovës, jemi transferu këtu. Mandej pe këtojt, une e thras një shok këtu, është një kujshi, një farë Suleman Parektare, dhe shade besë që ti ki punun Rami Sadik, për a i kishte punu dhe me babën e ju, haqin në tjerë, Rami Sadik, thonë, hade besë që një ma mu, thë i ki kolicën, i ki atë sharen, i ki kazmen, i ki ato sene, se mjeshtë e jenë Rami Sadik, i në qesëm të shtylla, a më dimon, po më qështësia, e marra atë shokun une, edhe ja 4-5 tri, se tu gjithë mund qakullë që në djemë 3, kështu si këta djemë të që, e i marrëm shtyllat në kra, e i bim këtu. Edhe këtu improvizojmë, që kjo është nështë edhe ekskluzive, që kam thënë se kukush së më ka pyet kur, edhe unë i marrë shtyllë, fusha ka qenë deta ato shtepit atje, për të Skënderbeut edhe ja 30 metra. Edhe i qelëm gropat, e marrëm një pen, gjitha, afër i ka shpin, o, thot, syra thot asë to shtylla i qesëm, po pa baglama nuk rinë. Ato baglama djenë që qesin kulm, që gjitën qerish, ato i kom, stash e kom në shpinë, i kom të 4-5 sopa, shkojnë shtëpi, e marrë dhe i nëreqëm. Bete me thonë kemi punu, ja 4-5 orë, i kemi regullu me një pen, 52 metra ka qenë shtyllat e elektrike këtu në skaj. Tensionit lartë, dhe ne kemi regullu gjitha me atë kanop, kemi vënu shtyllat, një shtyllë ty, një shtyllë atje, mande, mas jo rregullu kjo, mu s'mori kerat, ishte ditet shtune, unë e shkoj e marra 2 thas byk, edhe i qesat athmin me atë pejnë, bojnë edhe bykën. Fusha është konë nërës, dishka e merë formen taman. Kur vinë lujtarët në tanën, ishte koha vjeshtore, ne? Kur vinë tanën lujtarët me ushtu, kur e shojnë një risi, kush e ka bo këta shune, e kom bo me një kujshia. Dhe vjen shumë mirë, dhe antarëve kryesisë vjen shumë mirë, dhe ashtu që kemi fillu në mandej, me punu këtu, me ushtru, me lullojnat. Veç kësaj merite, ju pastaj patët përkushtimin tuaj të madhe, pa të gjithë, dhe punën, angazhimin dhe vendosën të ju caktojnë në postën e kryetraniut. Postën e kryetraniut e kom marrë aksidentalisht, thujase. Pse? Isha ndim si Gafurit, Rexhepi ishte në zonën pak më ishte pjesë e jona normal, edhe na shkum në Vasell një ndeshje me lu, prap me Dugazhinin, në fatit keq, kemi pas gjithmonë sa kemi lu me Dugazhinin, dhe në Vasell Gjakovas, ishte një lojë kampionale, edhe ishte një aksident ashtu, një padrejtësi e madhe e referit, dhe nis një rahja ashtu me thonë shtyrje, edhe treneri Gafur Kaçaniku hynë dhe i mshon atje refet, i mshon apo e shtynë, edhe federata mande e denon, ndërpren referin, federata mande e denon Gafurin priesisht largon nga futbolli, edhe mbeta mande unë me Rexhepin, edhe ndërkohë kryesia mbledhe takime, ftojnë disa lojtarë, ishte legjendat e lirisë, po ata dikush në zanën, dikush ndoshta nuk ka pas edhe guxim, se ishte vështirë. Kemi pas probleme me policinë, tregu disa raste, propos Gjenovës kemi pas edhe probleme tjera. Edhe nuk e pranojnë disa njerëz, mos i përmenden të ashtu, nuk kanë qenë disa kanë qenë si Sekoladi, kanë qenë antar kryesie, ato nuk kam prirje për futbollin, isha bë trajner, po s'kam prirje për mu bë trajner, se nuk më intereson edhe kom zejën e punës, nuk jam antar i kryesisë. I ftojnë edhe ja 2 ish legjendat, edhe ata nuk pranojnë, edhe qohët në atë kohë Beqir Hoxha, e pasurojnë edhe kryesin, ndërkohë vjen Enver Besimi, vjen Ramadan Zhuri, vjen dëshmori Naim Rexhepi, vjen edhe disa antar, Gafur Kiseri, Nazim Begleri, Ali Thaçi, Ramadan Hoxha, Ramadan Susuri, Ramadan Dani, Shyqa i Mullinit, edhe pasurojnë kryesia bëhet aman ashtu që duhet. Dhe me një takim, se ma shumë në shtëpia, ato takimet në banesën e Ramadanit, Ramadan Susurit, ata mu caktojnë mu shef, se në desa ta gjajmë në një trener, që ka me pranu me asi, a bon ti me fillu me punu, ta japon një ndim, së në fillim ma dhanë Rasim Krasniqin e ndjera ato, mënda e u largu, nuk e pa interesimin, kishte edhe ndoshta edhe punë, problemet veta familjare, e mënda e unë Beqir Hoxha ma propozon Jakupin, edhe a i vjen me mu, më ndihmon, edhe ashtu filloj unë me punu, filloj mandej pak
mu interesu. Kisha edhe pak përvojnë progres. 3 vjet isha trajner, 2 vjet e gjysmë trajner juniorëve dhe 1 vjet ekipit parë. Kisha një përvojë edhe një bagazh si futbollist. Edhe fillova me punu, drejtë me thonë, po modestia me dhanë edhe do punë tjera shtes, a banë bërën për ato pajiset me majtë e ti se lojtarë pi hupin, mandej unë i morë edhe pajiset edhe shtëpi qova pajiset, ku lujshin lojnë atu, po i ke loqë, vjetë keni qenë, duke Milan, shtëpi, shoqa, mandej edhe këtë qyshbe edhe këtë që, edhe Milan, thash, hajtë se koha është e tilë që na duhet edhe Milan, edhe shoqa edhe i kala ato, nësha nuk është modest, ata shone s'pelivdoj vetëm, po shumë punë më ndej mi dhanë. Po në mas një kohë, e panë ata që unë isha ngarkun me fush, regullosha fushën, isha në punë silos, më ndej ishë çdo prometi, më ndej regullosha fushën, pajiset ishin të unë edhe topat edhe pajiset, ata më ndej shkakune, murën këtë festim hoxhen, ekonom, e bonën ekonom, edhe mandej mu në lirova pak për asaj kohë. Ashtu, thash, fillova aksidentalisht, u bona shef shtabi, po mandej meta punum dhe kishëm sukseset mëdha, po kishëm edhe kryesin e fort. Unë po dham, jo vetëm sukses i madh, po sukses historik. Historik, po i mirë, edhe historik, sepse ishëm edhe dyja në finalet kupës Kosovës, në kanë marrë më thuja se me zarë me Prishtinën, 2-1 në Llokar, një penalti pa qenë, finale në kishëm gjasa mu me qenë dhe finalist kupës, po ishë, ajo kohë, u bënë edhe kampion, po mbi të gjitha unë mu i me thonë se ajo, përpos ajo gjenerata ime që ishte në progres, që ishte komplet, dim në kanë të madhe në ka bo dhe betetin qinali me përvojnë e vetë, mante ishte Lulzim Berisha një kohë, Lulzim Biballari, Arsim Biballari, edhe kjo që ka një tur rajon, të asha dikon e haroj, vjen kesh, të asha Bekim Baka, disa Alima Ralusha në djerë, Genc Tamniku e shumë lujtarë. I kishte bashkëllyzim i lujtarëve të vjetër, me përvoj edhe tyne trive që i kisha unë në progres, në Redin Qallakon, Bujarthaqin, shumë tjerë, në Aritoskës, Mitat Muhameti, në Aritoska, në Levnushin, në Nizgashin, Mirsat Qallakon, mos harrojmë se ka qenë një shtyllë, një futboll që ka qenë, që ka dhanë fryt, shumë fryt, jo pse është bashkëvendasi imi, apo antari i bordit, po një lujtar kyç bashkë me Bededinën. Një prej Selmuzë që ka dhanë mas shumë t'i golla, edhe ashtu që thash vazhdo ashtë me punu, deri dikun vitet 98, me 98 në ngjarjet në Prekasje ndodhen athirë, ndërkohë bëhen ndryshimi edhe në kryesi, bëhet kryetar Agim Pytyçi. Po ikni pak prej nga modestia. Viti 94-95 është një vit historik, një vit i paharruar, një vit që do të shënohet dhe do të mbajtet përgjithmonë në historinë e klubit të futbollit Liria, sepse në vitet e 90-ta, kur sporti ishte i vetësuar nga Serbia, edhe në ato kushte të vështira, ju është pallët kampion. Sa ishte vështirë kjo dhe si ju ndjet vetën atë kohë, çka thoshte ky sukses në vitet 95? Po ishte sukses me drejtë jashtëzakonshëm, kush nuk e ka prit. Nuk e ka prit askush, atëherë janë bë garat në grupe. Grupi i Jugut, Lindjes, Veriut, nëse ju kujtohet, na kemi qenë grupin e Gjakovës, grupi i Jugut, ku kanë marrë pjesë Gjakova, Besa, Raveci, Ballkani, Liria, ishim çashtu 8 ekipe, Opoja, ishim 8 ekipe në këtë grup. Dulëm vendin e parë. U kvalifikum, mandej është dash mu bo disa rikvalifikime tjera, në ara shorte me lu me Trepsen lujtëm, edhe lujtëm këtu, Trepsen e vjetër, a Trepsen që kishte asa legjendat e futbollit në ekipën e vetë, sa ishte ato në vitet kur ligën ishte këtë, pa shumica lujtarëve ishin të luajnë ende në Trepç. Lujtëm këtu, përfaqësisht na u përgatitëm mirë, mujtëm 4-0, ashtu s'kishte kurfar problemi. Mandej na ra shoti me Prishtinë. Thash, tu kemi me humbë. Prishtina ishte afrim të Volani, Arbër Morina, ishin këtë yjet e futbollit prap të ateshmet. Edhe erdhën këta, mirë po këtu, mandej i ndjerishin e si Berisha, ka qenë edhe një batut aty, jo i qëllim të joni, aty ka qenë dikun një farë shakte, edhe unë e qohëm me nëgjes, se na hajshëm drekën të shyqa, në mulli atje, unë qohëm me nëgjes,
Se tash prap po do të më dal jo modest, vi unë një ditë përpara e rregulloj fushën e shpartalloj, qesh rjetat, edhe me mëngjes në tillën, thash mos mi ka nguzi kusheta, vi, shiçoj ku është ka po kish kësit një gyp aty e kish marr gjysën e fushës. Edhe unë kisha qysh atëherë s'kishim telefona, çka më bë? E marrëm shpejt atë sylën, sylën për e marrëm një farshate, edhe kanalizojmë ujin. Kështu ka qenë kanalizimi i ujit, me ik, këtu ka qenë i prosk, ja, me ik uji edhe pak mu tha tereni. Edhe shkoj në treg, thamë, në verë çështu, fusha është me ujë, valla s'dia kena me mujt me lu, gjysa është me ujë. Edhe e ka pas një fonter 2.4, një fonter zesë, hyp kërë, kur vim, shka me artu, ujë, gjysën e fushës kishma, po e kisha, kush e ka rregullu? Unë e kam rregullu, kanalën me atë sylën e kemi hek, është ndarë për ujë nuk hinë më në fushë, po atëret, hajtë se dosha e pinë ujë, edhe gjysa fushës ka qenë e lagun, gjysa ka qenë e terën. Dhe këtë vinë ata të Prishtinës, në pjesën e parë, aty në japëm 3 golla ku ishte pak edhe bartë aty. Edhe e thotë Alcina Berisha i ndjerë, ju na keni bo, thotë, to me ile, to me qëllim na keni bo, na keni dhënë 3 golla në lësh, keni marrë ato këpucat me krampona, me ato, edhe në atë lojë shkëlqen Mirsat Shallaku me 2 golla, Argjentana jep 1 goll, edhe ta shikam shenime kush ka dhënë, mujmë 4-0 dhe ata, ishte kjo befasi për gjithë Prishtina, ta kanë minutë që i kanë me arë në prizën, me na mujtë shëtë letësisht, po i mujmë edhe ata qytetërisht 4-0, dhe ishte e finalja me kikën në Sadovin Tjerlivës, të këzumë nga gjithë, aty mendum që jemi favorit edhe mujtëm një trepqe, mujtëm një dugajin që ishte në atë kohë, një vllaznime, një bese, një trepqe, shkum mirë, por aty nga dolëm që thënë dardha me bisht, lujtëm baras, pjesën e regullt, vazhdime, pra baza në penalti, na e mbrojmë, Nurdin Shallaku ka mbrojmë një penalti, njëri tos ka pos dikush e jep një gol për vendimtare, edhe ashtu që bom kampion, ishte një gëzim i madh, i këtë prezent, ka qenë, mos me e kam minqizimin, për mi 3.000 vetë kanë qenë në atë fushën, po për mi 1.500 vetë kanë qenë prezent që kanë edhe me që lojnë. Ka qenë diçka mballshtore, s'ka as më atë menda se tash me këtu deri nuk keni për 1.200 shikus. Besoni që për prezent kanë qenë për 1.500 vetë. Vishtar banës, bashkëvendasmi kanë qenë për 1.200 vetë. Ka qenë me mashti, kanë inqizimet, kanë qenë televizionit, kanë qenë, fati jonë ka qenë që nuk na kanë pengu policia, është kryja e finale, u ponum kampion. Ashtu vazhdo, mande, prap me qatë, asin, mande u bo Liga Unike, 95-96, Liga Unike, qëmë bashkë e Kosovës, na ishëm vend në tëtë, janë edhe ato, i kam disa tabela aty, ishëm vend në tretë atë vytë, shumë mirë jemi majtë, mande 96-97, largohet e Jupi, vjen Skënder Shëngylli në timësimi, prap në atë Ligën Unike, prap ishëm mazë, po ishëm finalen në merë fitoren referi, ashtë në kujtohet kush, kur Sami Buqën e rëzën para porterit, ka qenë një skandal. Po, ashtu, kam pas një gjenerat shumë të mirë, mos të i përmeni. Ky sukses është padyshim sukses kolektiv, i futbolistëve, i trajnerëve, i kryetarit të klubit dhe të gjithëve. Mirë po, Sinan Osmani, si e ndin vetën, e kujton këtë, atë kujtohet kjo dhe a do ta kesh në mbamendje gjithmonë tani? Pa, unë drejtë me thonë, jam më desga e ona dhe unë e kam kuptu ato si një thirrje kohës. Një thirrje kohës, se gjithë na kemi lu pa mjete materiale, kemi lu ashtë në ato kushtet shumë shtira dhe kam një vetën krenar, se i ndihmoj shoqënisë tonë, shtetit tonë, na ishëm paralel atër, na kishëm disa sërbë në Arbon, një farë nevojë që akon policë në Vrbnicë, dhe ke e dini që kanë mjo basti, se kanë mjo marë, rruju se ki fëmi, mund me dhe në kanë dosë shumë gjare, po mund me thonë vetëm një gjare që me beqen në ndjerë në hyrje të drenasit. Në vjen policia speciale në nalë, ata e këshin ditë, në nalë speciale, ata e këshin marë informata në nalë në hyrje të drenasit edhe në pysin, hynë ja 3 mëdha, ja 3 ishin jash, ja 6 policë, edhe kush është tu kryesori? Thotë Beqirin djerë, thotë, a po lypni antarë kryesis, dikon për kryesis, apo për trenerave? Trenerave, se ajo nuk e din kush antarë kryesis, thotë, për mu, thotë, ky është.
ti si ptica, ti je zog, ti je ai kryesori, thash, unë jam trener. Ku po shkoni? Na pa thonë në veri mos gaboni, ju tonë janë me rrent, ku po shkoni se ata kanë informata çdo lëvizje ton. Thash, na po shkona me lu futboll, me një fshat atje dikun. Ku? Shdi, dikun Laush, aziku, ja, dente i mirë. Jo, para se mi tregunin Laush, unë mi qytes dikun, pa të edhe tu, Sërbit cilë Skenderaj. Ashto e ishte, është një Skenderaj, Sërbis, shqiptimi jonë, Jo, do kemi më tregu, Sërbit, thash një thash, po më kujto, thash, në Laush e kena me lu, një fshat Laush, nëse na lejoni me shku, na do të shkojmë lu, nëse nuk na lejoni, neve na kalon kryesia, ju të rishnë me njerë dhe kjo. Kujtohet të dy ka qenë një gazetar që ka me ju? Mos keni qenë ju në të shta. Po e që atër mundi me qenë, ju kujtohet që këna inë hyme të stadionit të të policia. Edhim kujtohet, unë kanë qenë, po është më rëndësi... Në të teshe ka pasë një thyrje të hundës Bekim Bakës. Tash jemi këtu në këtë stadium ku ka pasur probleme jo vetëm lojtarët prej policisë, trajnerët, kryesia, edhe shikuesit, edhe gazetarët. Unë i kam përsjellë të ndeshjet atëherë për rilindjen, ju kujtohet me siguri, ndeshjet që kam përsjellë. Por një fjalë tash të gjithë ne e kemi kaluar, një fjalë për mikpritjen e Arbanës, edhe për shikuesit të cilët me guximin e tyre kanë ardhur, edhe kanë përkrah, edhe kanë pasur rrezikun e vet, edhe kanë përsjellë. Dete me thonë, unë jam friku, pa kur i kom thonë për stagimi, në Arbanë, se më pyti ai të rruga ura Arasës, a bon me ardhë, që një fusha kemi më pas probleme, unë kam mendu që kemi më pas pak probleme, ashtë që ishin do livada këtu më ishin të kastrat, po më kam befasu për të mirë, Arbana ka qenë barë si gjitha aktiviteteve, edhe muj me thonë, lirish, ju keni qenë, keni përcjellë çdo lojë, ka qenë dhe Bacaqi baba ju, po shumë njerëzit prizet, që ishin atë kohë dhe në liri dhe jashtë liri që kam përcjellë. Arbana ka kalu provimin, asë një incident nëse ju kujtohet nuk ka pas në Arbanë. Çdo kun ku kemi luajtur, në Malishet Gjelanit, edhe në Novosel, në Raushiqe, ku kemi shku në Smerkonista e Vushtria, kemi pas probleme, Sutençan, kemi pas probleme. Këtu në Arbanës nuk është ndodhur asë një incident. Falë, Jo rastisht është vendosur dhe të luhet në Arbanë, edhe për atë arsye. Tash pas kësaj vim ka përfundimi, vitet e pas luftës, përfundoi lufta patmirësisht, edhe ju vazhduat punën e trajnerit edhe po vazhdoni sot kësaj dite. Tash në pika të shkurtra punën e juaj si trajner i ri. Po pasi unë mbaroj lufta, unë drejtë me thënë kam dash mu të rek, se emisioni im mbaroj me atë punë dhe ishte pak edhe shtyre me bryla që e thonë, hyrëm stadion, njerëzit që cilët nuk ishin aktiv, fillon me po vetën aty tash në diri, e po sa situata, ishin do mbledhe maratone, ku thash edhe njerë shtyshin me bryla, kush mu ma dhanë postin e kryetrajnerit, unë nuk e pranova, e thëftun ishte Gafur Kaçanik, po ishte shumë smut, i dha mjeku ti do shmu qetësu, nuk u zonë me vazhdo, e caktun Erdogan Selinën dhe Enver Besimi më ftoi, tha, adeshka, unë pedi që do me rëshuti futbolin, po nuk bon, në qëtë moment i ke dhanë kontribut, që ma që s'po do më bo shefi shtabit, po e bojmë Erdogan Selinën, a i ka pranu, a bo është ndim si tina, po më rëthësh, bona, hajte, mas e është situata ashtu, edhe e pranova, isha ndims, po mas një vite, thash, ajo shtyrja me bryla, kush do t'jen kryesi, kush do t'jen aty, kush do t'jen këtu. Dhe me nëngë ishte edhe një gafi kesh, disa njerëz s'po du mi përmen. Fillun disa gjare dhe Enver Besimi pak edhe bashkë me vllazën, erë me një ide me kriju një klub të ri, të vetën, getarën, dhe une, drejtë me thënë, nuk kam dash me shku atje. Për liria për mu ka qenë çdo sen. Nane, bab, e fëmi, e shka dush, shtëpia dytë e imja. Ma shtëpis time që e kom, ka qenë shtëpia ime. Me vështësi kom panu. Deri vonë kemi ne të shyqa në mulli, dhe duke më bind mu në veri. Kër më karë para shpis, po më pytë, tha, si në tha, apo vjen ti në getar, se Erdogan Selina, Lulze Mibri, kishte një shkollë të vetën atër, unë u pashkan gjithë, Bedredini, edhe një pjesë madhe lojtarëve, do mi prunë, edhe ti kam dëshirë marë. A do në marë, thash, unë e lidhna me njerës, jo më dashta më klube, po nuk ka nevoj, thash, po vjen keq, se shumë ke dhonë kontribut për lirin, e tash mu largu pikë, tha, apo vjen, as po vjen.
më bindi, me shku në gëtar, dhe atë vazhdova në gëtar ja 4 vite, mas 4 vite vjen Indjeri Regjaj, kryetari Sadik Regjaj, me ndjerin Agaj, Dervish Agën. Vinë të unë në shtëpi. Dhe din që djali, din këtu është, vjen shoqa, unë e shop për të pertës, edhe kam dëgju që kam marrë me më thirë, me nru, se u patin kvadru prapë Gafuri aty, me nru Gafuri, me marrë postën e krye trajnerit. Edhe unë drejtë me thonë pak më vike, ishin të njëzët mëdhajt futbollet atër, futbollet jetës politike, Sadik Regjaj ishte kryetari Liris, ishte drejtori SDK-s atje, Dervish Aga ishte profesori nderun, trajneri bashkimit, edhe gjitha, drejtë me thonë e pas për të pjertë dhe shoqës ashtë thuj, ka shku në fshat, sosh këtu se e disha për shka ka nërë, edhe nuk musha unë me ju thonë jo, mos me pranu Lirin. Edhe derë shoqe të tregon që sonsh aty, edhe ata thonë të fale i bon, në të lajmëro gjithë shysh në të unë. Ata shkojnë, unë e mëndej mas një kohë, prapë gëtari shuhet, kaloj pak në këtu në Arban, një vjet 2, nga Liga Qakot, na shkojmë Ligën e Parë Kosovës, me pretendime me i edhe në Super League, po dhe djema na nuk keme kushte, ndërkohë vjen një kompani e privatizon klubin, edhe më ftojnë mu si koordinator, edhe prapë unë lidhë në atje në Liri, shkaj si koordinator, mandej edhe se ndimës trajneri, disa trajnereve aty që ishen, dhe koordinatorë ndimës trajnerë, mandej edhe në shkollë futbollit, ashtu që në vazhdoj deri ditën e sotme, gjithmonë në shkollë, koordinator, në ekip parë, gjithmonë duke u bartë vetën në përfundim karrierës më tash. E kam një pyetje të fundit. Ju konsiderojnë si njeriu e palodhshëm, si punëtor i jashtëzakonshëm. Është e vërtetë kjo? Pa, është e vërtetë se unë edhe fëmijëve i kam thënë, kur ta merrni një punë, merrni ç'është duhet ose leni. Unë nuk muj me shkon së vite pa plan program. Unë e marr plan program, kam ndoshta 200 plan programe që i nxjerri, që i punojnë për seminare, prej YouTube-s, prej gjitha, prej provojës me trajnera, sa kam qenë me erdhen me gëtarin në Antali, kam përcjell çdo stërvitje, kam shënu edhe kemi ato stërvitjet edhe kemi zbatu me gëtarin. Mandaj kur shkojnë stërvitje, unë shkoj gjithmonë ma herët, e kryj stërvitjen, kërkoj disiplinë, nxënësave, tash varësisht për gjeneratë, kam pas një gjenerat, tregova atë shumë gjenerat mirë, po tash i kam disa gjenerate, kemi David Dëmgjonin që kemi në Turqi që është nxënësi im, ka qenë pikërisht nxënësi im që kalu, Arberika e, sa të mala një kohë, e shumë tjerë lojtarë tjerë, Roni Gashi e tjerë, që kanë vazhdu, kanë qenë nxënësat mi. Unë e përkushtona punës, kam që me shku majrë në punë, mi qitë ato kona që ka duhen së të vite, me para pregatit së të vite, me shku me plan program, mi prind nxënësat kur kryes sejte, me dalë shpi, me munis shpi, edhe i mrami dalë nga veshtorja. Sigurisht shikuesit do të pyesin kur ndale Sinani, a ndale të vërtetë? Po saj për këtë vitalitet, unë kam vitalitet me punu alo, po sa të në lanë, tash është privatizu klubi, është privatizu, nuk e di ende, po që akollojnë fjallë ashtu, mësë më interesan në politikë klubit mu përzi, por dhe sa mentojnë që unë e muj me vazhdu, do të vazhdojnë, nëse një ditë do të masi, unë normal që do të ndalëm një ditë. Trajner, faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Faleminderit. Bisedojmë ju, disa nëse si kam pyetur diçka që është interesueshme. Ja, unë veç mi falenderoj dhe me përmend përparim Thaqin, me përmend Naim Rexhepin, që ka dhënë kontribut, ata janë dëshmor dhe janë unikat për prezenin. Një përparim Thaq sa të mbanë në stadioni, kam thënë edhe në disa emisione, kam përmend disa raste me përparimin, kam pas asë raste ku ne ka marrë doje leka, ku ka shku me majt armë, me bajt armë pa shtekën dhe në ato, gjana nuk kem dojë, kam qërtu, disa eri kam qërtu, pse kur vikën së vite i lëndun, a i nuk o lëndojke në futbol, po duke bartë armë në pa shtrikë. Mandej edhe me Naim Rexhepin, i cili ka qenë një punëtor i zellshëm i Liris, i cili ka kërku disiplinë, edhe çka është masi, ka qenë një kryesi e atashme. Në atë kohë, bashkë me Agim Bytyqin, Beqir Hoxhën, Djerë, e gjithë, mos i tash po mund gjithë mi përmen, kanë dhënë një kontribut jashtëzakonshëm për futbollin e prezent bashkë. Edhe ata dëshmor, edhe ata qytetarë që ishin aty bashkë, s'ka pas probleme, ndasit,
a kemi pyety që ka qenë një njeri, po dhe Besha ma ka qenë një njeri që ka dhënë, ka qenë atë buzëqesën gjithmonë i buzëqesë, gjithmonë pozitiv, gjithmonë ka qenë në shtyke për para, gjithmonë hajde ato, ka qenë knasi me punu me ata njërës, dhe kemi pasur një Gafur Keseri që ka qenë një delegati dy korikut atje, pa delegatës dy korikut, bon kemi pas njëzër me renome në klubin Liria. Prandaj unë i përshëndes ata se pa ndihmën e tyre as nuk ish majtë sporti, se mos kishim qenë dy në finalet kupas apo kampion të Kosovës, po edhe futbollistët nuk kanë ikë. Ndoshta kemi qenë një për vetëmit klubeve që edhe në atë kohën kemi shkuar në përgatitje, në atë kohën e okupimit klasik. Trajner, faleminderit ja shumë. Faleminderit e juve. Ishte Sinan Osmani, i cili me dekadat e tëra mbi supët e tij barti sukseset, sfidat edhe peripecit me të cilat do ballafaqua. Faleminderit vëmendje.